Glitako ka ndarë së fundmi në Instagram një reflektim me ndjekësit e saj duke ngritur një pyetje që shumë e mendojnë por pak e thon publikisht. Përmes një story personal, Egli flet për lodhjen emocionale që po shkaktojnë rrjetet sociale kohët e fundit. Apo kaloi unë një fazë apo edhe ju nuk po gjeni diçka pozitive në rrjetet sociale? Shkruan ajo duke hapur diskutimin mbi energji negative që sipas saj po dominon platformat digjitale. Postimi është interpretuar si një thirrje për reflektim dhe vetdije, por edhe si një shprehje sinqerte gjendjes emocionale që shumë përdorues përjetojnë në heshtje. Me këtë reagim Glitako duket se ka zgjedhur të distancohet nga negativiteti dhe të nxjisë një qasje më të shëndetshme ndaj përmbajtjes që konsumojmë çdo ditë në rrjetet sociale. Reagimi. Apo kaloi unë një fazë apo edhe ju nuk gjeni më diçka pozitive në rrjetet sociale? Vetëm zjarre, aksidente, shfrytëzim, biseda boshe, shere, komente denigruese, frustrim. A është bërë pak e lodhshme si situatë? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.